Policia e Tiranës ka goditur një grup kriminal që shiste armë zjarri. Si rezultati i operacionit janë arrestuar 4 persona dhe janë shpallur në kërkim 2 të tjerë, të dyshuar si pjesë e grupit kriminal. Policia ka vënë në pranga Marcel Varkën, Elsaid Maqinajn, Fabian Zakon dhe Kristaq Bibën, ndërsa Kevin Vila dhe Bledar Avdillari janë në kërkim. Më herët policia ka vënë në pranga 5 të tjerë, Donati Jaku, Florian Gjeta, Urim Meta, Ligor Mehmeti dhe Klodian Mustafa. Grupi merrej me sigurimin dhe shitjen e armëve e municioneve. Nga hetimet dyshohet se këta shteta, së bashku me 5 persona të arrestuar më parë, vepronin të organizuar për sigurimin dhe shitjen e armëve të zjarrit, lëndëve plasëse dhe municionit në zona të ndryshme të kryeqytetit. Gjatë operacionit u sekuestruan 7 armë zjarri, konkretisht 4 pistoleta dhe 3 automatik, si edhe municion luftarak e prova të tjera materiale që do t'i shërbejnë hetimit. Policia bën me dije se gjatë gjithë periudhës hetimore janë arrestuar në total 9 persona, ndërsa janë sekuestruar 17 armë zjarri, 4 kallëp lëndë plasëse, sasi të konsiderueshme municioni, 4 automjete dhe 13 telefona celular. Hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal, ndërsa po punohet edhe për kapjen e 2 të shpallurve në kërkim.